Kalojmë në historinë e parë. Historia e parë vjen nga Erda, që është pseudonimi, sa herë që kemi telefonat anonime, kemi një pseudonim. Është 30 vjeç dhe më bëri shumë përshtypje historia e saj, sepse ajo tregon që gjatë fëmijërisë ka menduar që ka pasur prindërin më të mirë në botë. Deri në momenti që ajo lindi, u bë me fëmijë dhe ëma ju zhduk. Dhe madje e thot, nuk fliste mas në telefon, nuk dëshironte të shkoja në shtëpi, edhe pse jetonin 5 minuta afër. Ajo që ka intereson nga unë është vetëm kontrolli dhe të më mbaj në mbikëqyrjen e saj në jetën time. Më bën përshtypje sepse ajo e quan pjesën e parë të jetës si gënjeshtër. Se di si mund të jetë, në momentin pra ai është rritur mirë nga prindrit, por ta pyesim më shumë Erdën. Erda, përshëndetje Dalina. më bëri përshtypje historia jote sepse duket sikur kishin dy jetë. Kryesisht me nënën tënde, ishte një jetë që ti the ka qenë një nën shumë e mirë dhe ti e ndier me fat, dhe papritur ndroi pllakën komplet kur ti u bëre me fëmijë. Si ç'a ndodhi? Po, pak a shumë kjo. Realisht që nuk është se në fëmijëri ose gjatë adoleshencës edhe deri tani nuk është se kisha kuptuar që kishim domethënë këtë lloj marrëdhënie bashkë. Çdo gjë dukej shumë mirë, shkonim shumë mirë, është një tip shumë i qeshur. Deri në këtë pikë nuk është se kisha kuptuar që kemi, siç e thash, probleme, por në momentin që u bëra në fëmijë, pasi normalisht u martova dhe hyra në një familje, siç e kam thënë, kështu narcisistësh, aty lindi edhe nevoja për familjen time. Edhe ishte një shkëputje dhe më thënë kështu direkte nga ana familjes. Familja narcisiste duke filluar nga bashkëshorti? Bashkëshorti dhe e gjithë familja, dhe më thënë, janë të gjithë pothuajse persona që janë çdo gjë dhe më thënë vletullotë rreth tyre, si thuash. Por familjen time, realisht çdo gjë ka qenë shumë mirë, siç e thash, do të thënë kin kaluar një jetë të mirë, si thuash, me familjen time, por që ajo ishte problemi, dhe më thënë pasi u martova dhe pasi u bëra në fëmijë, ishte një lloj shkëputje dhe një lloj mos mbështetje e madhe, dhe më thënë nga ana e familjes time. Ishte edhe babai sillej njësoj? Babai është gjithkohë si zënë me punë. Dhe më thënë, vazhdon punën, nuk e gjeja dot në asnjë moment. Momenti që e kërkova si ndihmë ose si prezencë, si gjysh për vajzën time, ishte ajo përgjigje që nuk ka mundësi, jam në punë, dhe thënë shumë e ftohtë dhe shumë i prerë, pa asnjë lloj, si të thuash, shqetësimit për fëmijën e vet në këtë rast. A të bëj një pyetje, mami jot, është një grua në karrierë, është një grua që është përkushtuar, apo është një grua shtëpiake që ka ndenjur në familje? Pra çfarë lloj tipologjie është nëna jote? Mami është një natyrë shumë, po, është një natyrë shumë e qeshur, e dashur, e përkushtuar në familje, normalisht edhe ajo me ato problematikët e veta, ardhur nga familja vet, pak me probleme, por që ka të theksuar, domethënë këtë pjesën që në momentin që nuk bëhet ashtu siç do ajo, mbyllet, shkëputet komplet. Arrin në disa, domethënë në disa pika që janë shumë të vështira normalisht për të menaxhuar edhe me janë, si jemi fëmijët e saj. A kujton ndonjë momenti që të ka bërë përshtypje, që ka thënë që kjo nuk është sjellje prej nëne mbas lindjes? Po, mbas lindjes, si të thash, ishte shkëputje totale. 2 vite e gjys nuk ishim kontaktet ishin shumë vështira. Realizoheshin me shumë forcë nga ana ime. Më falni se me shumë shqetësime. Po, më fal që po të ndërpresi, ju jetonit 5 minuta larg. Si nuk jemi dhe pak shqiptar neve, kështu që si arrishin mos flisje me mami, mos takohet, do të thotë s'të ngritë telefonin ajo dhe pastaj ti u dorëzove se morën telefon, do ta kuptoj se si funksionon. Fillimisht, domethënë sa ku bëra me fëmijë, e kërkova që të zinte në shtëpi, dhe kishte shumë kështu, domethënë shumë mbas edhe komplekse, nuk dua të vi, nuk të ashtu, nuk është e shprehte 100% me fjalë, se këtë e kaq, nuk e shpreh, po nuk ishte aty, domethënë. Nuk vinte, pastaj në momentin kur e pash që nuk vinte, unë tentova që të shkoja me vajzë, nëse doja më shumë për pjesën e vajzës që të kishte një huaj afernitetit, domethënë. Edhe atje ishin situata kështu që momenti që e dinte që unë isha në shtëpi, nuk hapte telefonin, hikte nga shtëpia, domethënë.
dhe kthehej të merrte në një moment ku e dinim që s'do takoshim do si ishte dhang për shembull ose kështu. Pak a shumë këto ishin domethënë situata që për 2 vite e gjys nuk arrinim dot të takoheshin. Ajo ishte dakord me martesën tënde? Ajo është një tip që nuk e donte fare që ne fëmijët martoheshim, e kishte çik kështu, sidomos për vajzat, domethënë e kishte kështu që jo, e dua gocën për vete, kishte një lloj kështu, po në momentin që u martova, edhe kishte pat probleme me këto festat ose këto që brëshin stete ose nuk ishte entuziast ose kështu gjërash, pastaj mbasi ndodhi kjo gjë, nuk isha si edhe unë si ta zgjidhja, se gjithmonë shmange. Edhe takimet ishin shumë të rralla, ishin kështu si gjithmonë me probleme, deri në pikën që edhe për shembull kur shkoja atje krijonte situata të tilla që nuk si ishte dhe më fal nuk donte, si ta shpjegoj që ti ikje nga shtëpia. O kam një pyetje, kur e shite gocën, e shite kështu me një Jo, atë e do shumë. e do i thoshte e të do. keq që nëna e kështu e puthe e bënte? Po, po. Po. Po e gocën e do, po shumë. nuk donte të kujdese për gocën. Apo donte ta kishte vetëm Jo, gocën në shtëpi dhe jo ty. Thjesht po, kjo. Se aty kemi arritur tani që domethënë ajo mban atë, o shkoj në punë. A që të ketë pak kontakt, se ajo domethënë kërkon kontakt me njerëz. Dhe ana familjes burrit absolutisht nuk jam domethënë prezente dhe për këtë nuk i ndryshoj dot, po të pjesë e familjes time, domethënë vetë një mënyrë si ne kemi arritur dëm kontaktin tani është që unë shkoj në punë dhe shkon vajza aty që rrin. Jona e çuditshme, më duket mua, nuk e di tash nuk mund t'i jap diagnozë që është narciste apo jo. Po, unë kam po, nevojë më shumë të kuptoj për mënyrën se si është sjell nëna më përpara me ty dhe me vajzat. Ose edhe pak për shkrim, ndoshta se si është ajo si tip, domethënë është person që është e turpshme, krijon këtë lloj varësisë nga dikush tjetër, se the që nuk shkonte nëpër festa. Në të para dhe në thënë kur kemi qenë kështu, domethënë më para se të martohesh, nuk është tipi turshëm, është tipi i qeshur, i dashur, i afrueshëm me gjithë, po vetëm me vajzat, domethënë me ne, gocat e shtëpisë, se jemi 2 motra, ka atë mani, domethënë që ta mbikëqyri shumë jetën. Domethënë deri në një moshë kur domethënë gjithmonë domethënë nga ana e saj është që mos të martoni, mos rregullani, mos. Kështu, momentin që martohesh e bën si vendim, e merr si vendim, ajo pastaj krijon ca barriera, shkëputje domethënë. Po kontrollin vetëm në Kjo këtë është pjesë e pak- ke ndier apo edhe në zgjedhje tjera? Për shembull në shkollë. Po gjithmonë, në rast se ti mund të flisje diçka ose kështu ishte shumë kundër, edhe për gjëra të tjera, për shembull, edhe për gjëra të tjera momentin ku ti fillon merr pak veten ose rregullohesh ose kështu domethënë, aty është gjithmonë kundër, jo mos e bëj këtë, mos e bëj të gjitha gjërat që janë për mirë, që ty mund të të çojnë përpara. Domethënë ajo ka një lloj kështu, stepti ose një lloj mëzitje. Me vllajën si është? Me sjellja e saj? Është pak më ndryshe me vllajën. Është pak më ndryshe. Është më e lidhur me atë. Domethënë sa ka qenë këtë sera i ka ikur, është jashtë shtetit tani. Edhe tani ai është larg, domethënë janë mirë se thjesht komunikim me telefoneve, nuk është se kanë, por edhe vllai kur erdhi këtu kishte dhe ai ca problematike që ne më përpara nuk i kishim vënë re, më shumë tani mbasi u markuam, domethënë. Ishin këto. Problematika që janë shfaqur tani, po thua që kanë ardhur nga marrëdhënia që ka pas me nënën. Ai është shkëputur komplet nga ne. Më thënë, thjesht flasim telefon dhe vjen shumë rrallë. Nuk është se kemi qenë shumë të lidhur, po mbasi u martua dhe u bë më fëmijë ka është një shkëputje totale, kështu që ne atë nuk është se kemi as problem, as nuk shkojnë. Thjesht ajo nuk e kërkon, nuk. Ti je motra e madhe? Jo, është vllai i madh, jam unë, pastaj është motra e vogël. Motra është martuar, domethënë të kuptojmë nëse Jo, ka bërë një nuk është sjellje. martuar. Ja. Jo, me motrën kështu, ndikon tek shkolla, tek daljet e saj, dhe në momenti që ajo dek, që i kam vënë re unë tani mbrapa që të sjellje nuk është se janë vetëm mbas martesës, për shembull, janë edhe gjatë periudhës përpara. Domethënë nuk ka të theksuar, jo që bëhet merak kur ti del, por nuk dëshiron që ti të bashkohesh me shoq ose dalë ose kështu. E ka me limit domethënë, e ka kështu. Por është dëshira e saj për qëndruar me ju. Të ketë kontroll mbi ju.
Po, paka shumë kontroll se sa dëshirë për qëndruhe, mendoj Po, unë. marrëdhënia me partnerin e saj, pra me babain Pra të tuaj, si pyesja edhe është? unë babain. Në thënë të drejtën e mirë është, nuk është shumë e keqe, mirë. Janë kështu, dhe më thënë babi është në punë, mami është në shtëpi, Mami, kur por është jashtë shtëpisë, si sillet me ju? Ose si sillej, nëse mund të themi pak përpara kur ishit fëmijë? është ajo që do t'jetë e para, nuk të lënë që të ndërveprosh, je gjithmonë në hije, tani që kam kuptuar më shumë, do të thënë, të mbyll, rri aty, mbyll në dhom, për shembull sot, lexom sa aty, edhe në fund nuk është se pavarësisht se mundosh edhe ishin nxënës të mirë, nuk është se për shembull shkëlqyer e marr shprunës me atë kohë që rrinim ne mbyllur, domethënë, Me ato që ti duke ke mësuar. kuptuar nga reagimet e nënës jashtë shtëpisë, domethënë kur ishit nëpër festa ose takime familjare, si sillej me ju? Kur ishim jashtë mirë, nuk është se po, e kishte krijuar ajo në atë kokën e vet, domethënë që fëmijët e mi janë shumë mirë, mësojnë shumë, janë domethënë këtë e kishte krijuar edhe në idenë e njerëzve, edhe sot për shembull që ne kemi arritur në disa pika familjare shumë të çuditshme si thuash, ajo vazhdon të mendoj që ju jeni shumë mirë, keni një imazh të mirë, e ka këtë pak. Më fal, për bashkëshortit, familjen e bashkëshortit, se ti shkruaj te familjen tënde se ke dyshimet e tua ose ke konstatuar që mami jot ka tipare narcise. Ndërkohë the që edhe familja tjetër është narcise komplet. Familja e burrit, madje aty i kishte futur të gjithë në një thes. Tash çfarë tipar gjet përbashkët ti, për shembull me maman me vjerrën edhe me maman tënde? Ke parë tiparet përbashkëta? Që pari përbashkët është kjo që në të vërtetë nuk shqetësam për fëmijën e vet. Nuk kam shqetësim të vërtetë real. Sepse në momentin që ti ke nevojë për atë nuk është se janë. Ndërsa përsa i përket vjerrës, domethënë, këto kanë tipar narcisë sepse këto vendosin vetëm veten në vend të parë edhe në qëra shumë të vogla, domethënë. Këto janë totalisht narcisë. primadonat. Për të krijuar një det qartë mamit, të erdhës duhet patjetër të kesh personin vet që të dalësh në një ide, por ajo që mund të themi është që ekzistojnë dhe tipologji të ndryshme të narcismit që është over the covered. Do të thënë janë dhe narcisët të cilët janë të fshehur. Pra nuk janë me ato tiparet klasike për të admirimi të kërkuar ose që kërkojnë se s'bën tek të tjerët apo kërkimin e vëmendjes, kështu që mund të kemi edhe një rast të tillë, por mund të kemi edhe bashkëpunime çështjesh, që mund të jenë narcisizmi edhe diçka tjetër. Që është pak e çuditshme. Shikoj që të thuash që unë nuk të mbaj dot fëmijës të ndihmoj, është okay. S'është tipar narcist, ka. Prandaj pyeta unë, a është shtëpiake apo është në karrierë këto. Por që të zhdukesh dhe mos ngresh telefonin kur të vje vajza, domethënë duke u referuar gjithmonë rrëfimit, kjo është pak e çuditshme dhe sidomos kur sa ke lindur. Kjo është një sjellje ndëshkuese, sepse ajo ka marrë një vendim që nuk i shkonte për shtat, ose nuk e ka aprovuar. Po ky ndëshkim është quhet narcizëm, dhe quhesh prej fëmijë, prej emocionalisht e parritur. Veprimet e narcistëve janë lënduese. Jo nëna, se nëna në ato momente sidomos janë ca momente që ti vetë kupton sa e rëndësishme është nëna ose prania e njerëzve të tjerë kur ti ke lindur, edhe pavarësisht se kanë gra që nuk duan as të jenë gjyshe, që kuptohet, por të zhdukesh dhe mos ngresh telefonin, nuk e di çfarë i shkon në mendje asaj, prandaj them që është pak e çuditshme. Kjo ishte problemi që unë kishte shpjeguar që po has shumë vështirësi të familjare, nuk jam prezent fare, nuk e marrin vajzën në telefon për 2 vitesh, e kam këtu afër fëmijët e punatës dhe nuk duan dalin e kështu gjërash, ja kisha shpjeguar komplet situatën dhe do të thënë nuk arrinte ta kuptonte. Ajo që më bën përshtypje është edhe babi ka të njëjtën sjellje apo jo? Prandaj nuk vjen. Jo, babi nuk ka të njëjtën sjellje. Babi është shumë okay. Babi është i zënë. Ai është i zënë, po. Po si interpreton, domethënë sjelljen e mamit babi që nuk vjen? Nuk është dakord. Nuk është dakord me mua, me gjërat që Cilat gjëra? Nga familja e burrit kam pas shumë probleme. Në momenti që unë distancohesha nga këto, do më thënë nga sjellja që bëheshin këto, unë distancohesha, zgjella distancën. Edhe ndoshta që mund do më thënë shkëputesh pak nga këto dhe këto, po me deri parë që unë bëhesh shkëputje të adresoheshin te familja ime. Edhe aty ndodhi ajo, do më thënë kish kutimi që ato mbështesnin si thua, që jo familje bashkëshorte, do më thënë edhe mami ra një pikë të kort me këto si thuash.
Të më ka ndalë është kur u martova, unë shkëputa me shumë njerëz. Dhe këto tani kam putuar dhe kam shumë kujdes me gjëra se si sillen me njerëzit e tjerë, sepse kisha një sjellje çik si kështu një periudhë dhe më thënë nga ndikimi që kisha me njerëzit që kisha afër, kisha një sjellje jo shumë të mirë dhe normalisht fillova u distancova, më largova më shumë njerëz, krijova probleme. Ndërsa tani që jetën kuptuar, ruaj goxha vetë, më thënë që mos ndikoj më tek tjerë. Pra mund të themi që ka ndikuar sjellja e familjes së partnerit tek mami? Mendoj që edhe pak po. Por që nuk e di është sjelljen e artistë dhe më thënë momenti që ne kemi nevojë kështu, nuk ka qenë edhe më përpara. Zgjedhja e partnerit ishte Pa shpjegoj. në lirinë e plotë tënde, apo jo? Pra ishte njohja që erdhi Po, nga ty. vetë jam i njohur, po. I kalova ato faza që ne kemi folur në sezonin e tjetër të Po, narcisizmit. Po, gjitha ato fazë. Si që ke shpjeguar, Dhe sot si është situata në shtëpinë tënde? me familjen bashkëshorë është shumë keq, shumë keq është heshtje. Dhe ana ime. Thjesht nuk mundem, domethënë edhe jam tërhequr. Është sepse sido që ti të sjellësh ose ta shoh, nuk është se arrin dot. Ta krijosh ato marrëdhënie siç mund ta kenë shumicë, nëse normalisht probleme kanë të gjithë familje, por që Do me thënë ti ke zgjedhur atë teknikën që i distancohesh. po, Kjo si ka ndikuar te Ndikoj. sjellja e partnerit edhe familjarëve? Ndaj teje. No, ato po momentin që unë mund të kërkoja diçka ose të flisje, aty krijoja një situatë shumë e keqe që si shta se mirë as për atë as për unë, për mua dhe më thënë. Ato nuk flasin asgjë, gjë, nuk kërkojnë asgjë dhe më thënë. Edhe momenti që unë jam distancuar me bashkëshorin normalisht që është shumë keq sepse ai nuk e pranon këtë gjë, nuk e don. Po, Nuk e don kur ndërshtimin, siç e ke thënë, madhështim për veten shumë gjëra, edhe në lidhje me vajzën është shitkoz, duke thënë është babi i mirë, nëse ne ka atë qendrën e vëmendjes vetëm te vetja, nuk e ka tek vajzë, sepse më ka ndodhur që ka pas momente që i thoja kam nevojë që të marrësh gocën, se ishte vetëm vetëm me gocën, isha diku që kisha nevojë dhe nuk gjendej. Ai gjendet vetëm atëherë kur do vetë, të kur i intereson është vetë. tipikisht narcist. Ndryshe nga mami që kemi ka dhe adhurim, pak bashkëqartësi. Po, mami është diçka që edhe unë vetë se shpjegoj, po pjesa e bashkëshortit, po sepse ai ta të gjitha ti parë, dhe më thënë edhe kur vjen në shtëpi ka atë që kujdesin e tepërt, njohë për vetën çdo ditë. Shumë gjëra domethënë. E ke të mundur të vazhdosh në një situatë të tillë? Domethënë ku ti ke zgjedhur distancimin, partneri ndërkohë vazhdon me sjelljen, mund të ketë ndikuar pak ndoshta distanca, injorimi që ti jep. Po, ka ndikuar, është shumë vështirë edhe prandaj edhe nuk është se jemi në situatën më të mirë të mundshme. Jeton bashkë me familjen e tij Si do vazhdoj. apo jeton vetëm me partnerin? Vetëm nuk duan, ato duan vetëm momenti që ato kanë nevoja të veta. Shfaqen. Ku ka festo gjëra mundësisht i prishin. Pra praktikisht ndodhet vajza jote në situatë me një prind narcist. Kjo është e keqe, prandaj edhe unë jam domethënë situatë në vështirë për vajzën më shumë. E çfarë moshe ka vajza? 2 vjeç Jemi në atë situatën që ti e the pak më përpara, pra është një baba që admiron veten, ndërkohë që marrëdhënia baba narcist me një vajzë e ka shumë nevojshme të admirohet nga babai. Të jepet vëmendje dhe në këto situata vëmendjen e kërkon jati nga vajza që në vijim pritet ose siç parashikohet të fillojë ta përdor për qëllimet e veta, siç edhe i dim, ka nevojë për ai për furnizimet, për vëmendje, për qëllime personale të ndryshme që i merr vetëm nga fëmijë. Ti e ke të vështirë patjetër, por edhe pak a shumë e kupton se si do vi e ardhmja mes jush. Po. Kjo është domethënë që është shumë e vështirë e ardhmja, besoj, nuk e di se si do vazhdojmë, por që besoj një vendim do merret sepse gjithmonë në këtë lloj situate sigurisht që nuk është favorshme as për mua, as për vajzën. Erza, je në punë ti, punon? Po, jam. Unë shoh erdhën pak të vetmuar në
Domethënë nuk e di se motrën e ka të vogël derisa është më muhabet e shkolla akoma. Po e shoh pak të vetmuar në gjithë gjë sepse nëse me një palë nuk shkon pak në tjetër pala tjetër krah teje që ti ken aty. Edhe duket sikur gjithë njerëzit rrotull erdhës dhe vllai tani që s'flet, si duket çdo njeri E vërtet. tash interesin e vet të tërë vën para, po gati në mënyrë jo natyrale. Domethënë edhe nga ana edhe babai, edhe burri ndaj bashkëshortes, babai ndaj fëmijës, edhe kjo pjesa tjetër është tërësisht natyrale, nëna, babai që është gjithmonë i zën, se nuk ka mund të jetë njëri kaq i zën gjithmonë, po ca njerëz thjesht duan të shkëputen nga shtëpia, mos jenë fare dhe gjejnë arsye që mos jenë pjesë e problemeve, çështjeve familjare. Kështu që kjo është nga njerëz që kanë parë vetëm e tyre dhe erdha ka përshtypje që ka dashur gjithmonë që të dëgjohet, të shihet, ta shoh njëri, ta dëgjohet dikush, ta ashtu dhe e vëmja, ndoshta këshilla ime që kam është që të gjitha këto mungesa që ke pasur mos i reflektohet te goca. Se mund të jetë për shkakun që absolutisht. në njëri lidhesh më shumë me fëmijën se ç'duhet, sepse ajo është ajo që të dëgjon, që do ta bësh ashtu siç do ti, mos bëhet si tjerët. Këtë lëre të lirë fëmijën që të ndoshta ki kujdes se ndonjëherë automatikisht mund të vitet ti se kupton. Pjesën tjetër më vjen keq realisht erdha që je rrethuar nga njerëz tashin unë nuk vë do diagnoz narcis apo jo, por që janë egoist. Gjëja vetëm pozitive që shikoj është që erdha ka një vetdije të lartë me shumë, personash rrethohet. Edhe kjo mund ta ndihmojë të jetë më vëmendshme ndaj vetes, ndaj vajzës, në rast se bashkëtesa do vazhdojë dhe në kushtet kur ajo e din që është e tillë. Po. Edhe sidomos kur janë narcis, këta edhe nuk e kuptojnë, nuk marrin asnjë lloj faje, nuk ka asnjë lloj debati. Unë e kuptova nga episodi i kaluar që s'ka asnjë lloj debati, s'ka si amush dhe mendje. Po, nuk ka debat. Kjo është debatin vetëm nëse e fillon ti, se nga ana tjetër nuk është se ta debat. Jo, ti e fillon dhe sikur lodhesh kot. Po. Ka përshtypjen që vazhdon e njëri të histori. Në këtë rast është thjesht vendimi tek ty. Sa mund të mësosh me këtë gjë dhe thuash unë do vazhdoj lundrimin në këtë varg ku jam deri në fund, ose do hidhesh në një oqean pa njohur. Ajo që kam menduar është thjesht disa seanca, me thënë të drejtën, që edhe unë të jem pak më guximshme për të marrë një vetdi. Se do patjetër që do guxim në këtë rrethant që jam unë, do pa guxim se edhe vetë me një vajzë është pak e vështirë edhe për vajzën, domethënë. Shumë interesante kjo ndërhyrja e erdhës për seancat. Është një gjë e mirë që ajo të bëj, siç e gjykon ti të mirë, të bëj seanca, të japi fuqinë, domethënë. Sugjerimi kryesor për çdo rast që ka bashkëtuar, ka jetuar me prind narcist, me partner narcist, është patjetër terapia se bën diferencimin. Mos e lidhësh veten me personin, me fjalë që të ka kaluar ty, edhe ti ke mbjellur brenda vetes praktikisht, edhe i mendon të tilla, i mendon si realitet, si të vërteta absolute, kështu që ajo shkëputja është shumë e nevojshme të ndonë. Herda, do bësh shumë mirë për terapinë dhe siç tha edhe Jona që ke një vetdije të lartë dhe për këtë të përgëzojmë, sepse kjo është gjysma punës. Ne të falenderojmë shumë edhe uroj që kish mundësi të japësh shumë vëmendje vetes tënde saqë do të thënë që të marrësh atë që meriton, edhe me sa kuptuam vetëm ti mund t'i japësh dashuri dhe vëmendje vetes. Do thoja edhe fuqizimin e vetes, të ndërmarrë. Edhe që më poetikisht, po t'i japësh vëmendje vetes, domethënë merr me veten tënde. Të ndërmarrë dhe hapa konkret se si mund të jetë një situatë ku ajo mund të dalë jashtë familjes dhe të përgatitesh për të. Do ndihmon si tani me partnerin, kur shikon që ti po diferencohesh vërtet edhe me hapa konkret për të gjesh një punë ndoshta ose të fillosh të ndihesh më e pavarur, kjo edhe i jep atij mesazhin që vërtet po e fiton këtë fuqi brenda, nuk është thjesht në fjalë, që ju mund të konfliktojnë njëherë pas here. Po. Besoj se ajo faza konfliktit o thuaj se kam bërë, thjesht është të vërtet kjo që ka ngelur thjesht të hapët për të bërë ose veprinë. Erda, të falenderojmë shumë. Faleminderit. Ju falenderoj edhe unë, ishte kënaqësi. Interesante. Unë kam një pyetje në fakt që më lindi nga pjesa e mos komunikimit me prindin, në fakt ishte zgjedhja e mamas së Erdës që mos komunikonte. E para ti ke dyshimet e tua që mund të jenë shenja narcismi, se mund duket kështu si e paqartë. Ka disa tipare që e bëjnë, domethënë e lidhin, ato
momente që ajo të ndëshkon në atë formën që ti nuk more vendimin siç të thash unë të ndëshkoj dhe ndëshkimet e narcisëve janë të tilla, janë shumë lënduese, ndonjëherë shkaktojnë dhe frikë, por patjetër mund të ketë edhe një bashkëpunim çështjesh, mendoj. Sepse duket edhe pak si varësi ndaj vajzave. Shumë fenomen i njohur ky në Shqipëri që i përkushtojnë shumë kalamajve sepse atë gjë kanë, dhe sidomos kur i dhe grua shtëpiake. Një detaj tjetër është që zakonisht nënat narcisiste e zëvendësojnë partnerin me djalin. Domethënë aty fillojnë edhe sidomos me djalin, një mashkull më ka thënë këtë në fakt. Dhe ajo që dëgjova ishte për shumë nga rasti konkret që pati një marrëdhënie shumë të mirë, thonte me djalin, ndoshta aty ka ushqyer disa nevoja, por patjetër nuk jemi akoma të qartë nëse kemi të bëjmë me një nën tipike narcisiste apo ka vetëm disa tipare. Por në pjesën tjetër mund të funksionojë normalisht. Pyetja që do nisja unë të bëja në lidhje me të folur me prindin narcis. Ne gjykojmë shumë veten kur nuk flasim me prindin. Dhe është gjithmonë ajo shpreha që endet në kokën tënde dhe kudo të edi kështu si çekan mbi kokë që një ditë do i kesh, kështu që fali dhe foli. Është okay mos flasësh me prindin narcis? Njëherë duhet ta provosh të flasësh. Po mbasi ke bërë po flas kur realisht sa herë që ti ndjej që të bën dëm sa herë takon. Nëse ndodh kjo, është marrëdhënie shumë toksike, për shëndetin tënd duhet të ndahesh, domethënë vërtet ta takosh sa më rrallë. Është e pamundur të krijosh marrëdhënie me një person që e shikon situatën vetëm nga ana e vet. Dhe nuk krijohet sepse ka elemente të cilat e bëjnë një marrëdhënie të shëndetshme, që është empatia, është të shikosh edhe çështjen e tjetrit, jo vetëm të vetes, dhe duke munguar kjo, ato e kanë mungesë. Për ta është normale të jenë atë formë që janë. Kështu që duke mos e menduar ose duke mos e ndier empatinë, e bën të vështirë. Ti mund t'ia tregosh vuajtjet pafund, pa ai të kupton. E vështirë është edhe pjesa që ti s'flet me maman, ndërkohë mendon ose me babain dhe mendon që ja do vdesin. Edhe të ngjelet ty si peng, edhe ndoshta ta bëj edhe pritin narcisë më shumë. Edhe shoqëria. Ta ushqim, po. Ndjenja e faj do jetë se s'bën tek fëmijët. Është një nga ato dëmet që u shkaktohet më shumë. Nga ndjenja e fajt zhvillohen çështje të tjera më pas. Ato do e kenë këtë pjesë, por është, siç e tham, momenti kur ti fillon e vendos, e vlerëson në një moshë adulte që marrëdhënia është e tillë, është dëmtuese, nuk mundesh ta përmirësosh sepse ti mund të bësh pafund sa të duash. Nga ana tjetër ke një mur që i reziston çdo tentative tënde, atëherë duhet marrësh një drejtim që është më në dobin tënde. Mos flasësh. Historia tjetër që kemi në telefon, para se të kalojmë në të ftuarën e